Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, këtë javë dha dëshmitari i katërt e thirrur nga mbrojtja e Thaçit. James Coffey ishte zëvendës i parë i përfaqësuesit special të Kombeve të Bashkuara në Kosovë gjatë periudhës që lidhet me aktakuzën. Zotëri Coffey përfundoi dhënien e dëshmisë sot. Në të njëjtën çështje gjyqësore, më 26 shtator, trupi gjykos miratoi një kërkesë të mbrojtjes për t'u liruar nga detyrimet për nxjerrjen e informacionit në lidhje me disa redaktime të kufizuara që u bën në 3 dokumente. Këto redaktime u bën nga subjekti që i dha dokumentet. Sipas rregullës 107 të rregullores së procedurës dhe të provave, në qoftë se zyra e prokurorit ka në ruajtje ose kontroll informacion që i është dhënë në mënyrë konfidenciale dhe vetëm për mbledhjen e provave të reja, një informacion i tillë dhe burimi i përkatës mbrohen sipas ligjit dhe nuk nxirret pa pëlqimin e dhënësit. Në këtë rast, trupi gjykues vë në dukje se pasi prokuroria i përsëriti kërkesën e dhënësit të dokumenteve më 12 shtator 2025, dhënësi nuk pranoi që ato të nxirreshin plotësisht. Përveç përditësimit të rregullt mbi statusin e çështjes gjyqësore, sot dëshirojmë të shfrytëzojmë rastin të vëmë në dukje në një numër deklaratash të pasakta në media kohët e fundit në lidhje me proceset gjyqësore dhe të sqarojnë disa aspekte. Së pari, zotëri Thaçi dhe të bashku akuzuarit e tij në këtë çështje u arrestuan në bazë të flet arresteve dhe aktakuzës së konfirmuar nga gjykatësi i procedurës paraprake. Akuzat kundër tyre u ngritën në përputhje me ligjin përpara se ata të arrestoheshin. Gjykatësi i procedurës paraprake konfirmoi aktakuzën pasi konstatoi se provat e paraqitura nga prokuroria vërtetuar dyshimin e bazuar mirë se të akuzuarit kishin kryer krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të paraqitura në aktakuzë. Së dyti, arsyeja përse secili nga të katërt të akuzuarit në këtë çështje gjyqësore po mbahen ende në paraburgim është se gjykatësit kanë vlerësuar se për secilin prej të akuzuarve ekziston rreziku që të pengojë ecurinë e procesit dhe të kryejë vepra penale të tjera, në veçanti kundër personave që kanë dhënë dëshmi ose që pritet të japin dëshmi para dhomave të specializuara. Për secilin të akuzuar, gjykatësit vlerësojnë çdo 2 muaj nëse paraburgimi është i përligjur dhe proporcional, duke zbatuar standardet e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit. Në rastin e zotërit Thaçi, një pjesë e arsyetimit në vendimet e fundit për paraburgimin kanë të bëjnë me tregues se zotëri Thaçi mund të ketë zbuluar informacion konfidencial lidhur me dëshmitarët të ardhshëm vizitorëve në objektin e paraburgimit dhe i udhëzoi ata të ushtronin ndikim të palegjshëm ndaj dëshmive të tyre. Së fundi, sa i takon të drejtës për gjykim të drejtë, është më rëndësi të theksohet se gjykata ka mekanizma që garantojnë respektimin e të drejtave të akuzuarve në të gjitha çështjet gjyqësore, përfshirë mundësinë që t'i paraqesin kërkesa referuese dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese dhe përmes procesit të rregullt të apelit, përmes të cilit vendimit e një paneli gjykatësish mund të kundërshtohen nga një panel i pavarur i përbërë nga gjykatës të tjerë. Në vazhdën e përditësimeve në lidhje me proceset në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilajt dhe Haridin Kuqit, lidhje me pretendime për ndikim të palegjshëm ndaj dëshmitarëve, më 29 shtator, prokuroria njoftoi gjykatësën e procedurës paraprake për faktet për të cilat janë pajtuar palët në këtë çështje. Për ta bërë procesin më të shpejt, rregullorja përcakton se gjykatësi evidenton çdo pikë faktike ose juridike për të cilën pajtohen prokuroria dhe mbrojtja para fillimit të gjykimit. Kujtojmë se gjykatësia e procedurës paraprake njoftoi se ajo synon t'ia kalojë çështjen trupit gjykues në gjysmën e parë të nëntorit 2025.
në varësi të vendimeve mbi mocione paraprake që do të jepen nga paneli i gjykatës së apelit.